përfiton për të hedhur në krahët e Kaitos tënd të fortë. Çfarë më detyroni të dëgjoj? Një princes siren që këshillon një tjetër që të bëjë të mbaruarën me djalin e parë që shikon. Është shumë turp. Pra, thuaj diçka edhe ti, Nikola. Mirë, tani më dëgjo mirë, është me rëndësi. Fiks në këtë çast, Kaito mund të ishte pranë teje. Dhe ndërsa të shtrëngon krahun, të pëshpërit në vesh mos ki frikë, më ke mua këtu për mbrojtje. Kur do të vi përsëri ky rast? Nëse të kanë mbetur dy fije mend, duhet të vraposh tek ai. Po çfarë thua, moj, nuk ka pse inkurajon. Mendo, do të ndjej përshafimin e tij të ngrohtë në mes të një nate të bukur me fantazma. Nuk të rre zemra fort nga kjo. Mund edhe të dashuroheni në atë shtëpi fantazmash dhe të jetoni për jetë të lumtur e të gëzuar. Si skene bukur poetike. Nuk e dija që ishte kaq romantike. Ma përzjeu stomakun, ato të dyja nuk janë mirë. Pra nuk është vonë, jemi në kohë për t'i kapur ata. Hipo, do të vish me neti? Thua, moj, po ja u lejuve këto broshkulla për shtëpi të mbushura me fantazma. Mua më ka mbetur pak dinjitet dhe duhet ta ruaj. Mos ndoshta ti e pak e friksuar. Jo, as Nikola nuk është në anën time. Më duket se as Kaito dhe të tjerët s'kan ardhur ende. Në fakt nuk ka kuptim të futesh në një shtëpi të mbushur me fantazma në mes të ditës, apo jo? Ke të drejtë. Çfarë do të bëjmë tani? Me sa kuptoj, më sollët kod deri këtu, vajza. Sa herë duhet ju a them se duhet të mendoni para se të veproni? Që ata do të vinë nga çasti në çast, mjafton ti presim këtu. Dhe ti si thua që unë duhet të rri të pres ata? Sigurisht që kjo vile është e frikshme. Ndoshta ka vërtet fantazma. Më erdhi një ide, pse nuk futemi ti edhim një sy ndërkohë që presim të tjerët. Ky vend më rënqeth mishin. Nuk ikim më mirë. Nuk mendoja se ishte kaq frikacake. Nuk ke pse të shqetësohesh, të gjithë e dim se fantazmat janë vetëm në përralla. Më beso. Gjithsesi, nëse ndodh ndonjë gjë, do ta përballim me kurajon tënd të zakonshme, Lucia. Çfarë do të thuash nëse ndodh ndonjë gjë? Ura! Sa interesante që qënke, mbase është dhoma e sekreteve. Ndryshe pse do të kishte një drymë. Si doni, sikur të mundohemi ta shkulim dhe ta hapim derën. O, sa hutaqe, mendon vërtet se është aq e lehtë. E po, është një përjashtim që konfirmon rregullin. Duket si një studio. Çfarë arome e ndenjur. Që ka një letër. Gjithçka që dua është puthja e fundit dhe pastaj do të lë të qetë. Jetoj me këtë shpresë. Mos ndoshta po të kërkoj shumë. E po për mua këto janë fjalët e një gruaje të cilën nuk e dashuronin më. Po, dhe mbase mund të ketë lidhje me fantazmën që më tregove në mëngjes. Misteri po qartësohet.